Shtëpin prej 200 metër katror e bashk me 124 orë tokë jemi duke ofruar përshitjen vlerë 2.420.000 euro. Apo nëse përkthejmë për orë, i bie 20.000 euro për një orë. Lokacioni është i hatashëm në një zonë ku kejt bizneset e mdhaja janë duke u koncentruar e buz rrugës magjistrale Vushtrri-Prishtinë e shumë ofër me nënkalimin në Nadakovc. Është vend fantastik për çdo kategori biznesi. E keni bashk me shtëpinë, e vetëm shtëpia me pjesën që është e kufizuar me grila i ka 20 orë. Ne e shesim edhe si 20 orë bashk me shtëpi, por e shesim si tansi. 124 orë i ka total, e ju zgjedhni a dëshironi ta bleni komplet, a dëshironi ta bleni vetëm shtëpin me 20 orë. Vlera për një orë është e njëjtë, 20.000 euro për një orë. Tani do ju tregojmë çdo detaj tek kësaj super prone. Shtëpini e kemi ndërtuar para 5 viteve dhe fare pak e shfrytëzojmë. Pronari jeton në Zvicër dhe e shfrytëzon vetëm kur vijen pushime. Është e finalizuar. Pjesën përdhes e kemi qendrimin ditor, kuzhinën dhe qasjen në garazh, ndërsa sipër i kemi gjithsej 4 dhoma xhumit. E kemi të mobiluar në detaje, ndërsa pjesa tjetër e tokës ka qasje anësore, andej grilav dhe këndej grilav, por mund të qasësh direkt edhe nga parcela, për shkak që në fund të kësaj parcele i kemi lënë edhe dyert shtesë. Është vend ideal qoftë për ndonjë fabrik, qoftë për ndonjë sallë dasmash ku vetëm ofër e kemi 100 metra edhe sallën e dasmave Elan, nga më të njohurat e nga më të mirat në rajonin e Vushtrisë. Mundësia është ideale që parcelen prej 124 orë bashk me këtë shtëpi ta bëni tuajen. Si total tingëllon pak lart, mirëpon, ori këto shkon i tillë. Flet poseduese ka komplet parcela, ndërsa shtëpia është në legalizim. Ofër me parcelen e kemi fabriken e dyerve Novolani, e kemi, si që tregova, sallën e dasmave Elan, e kemi përballë nesh kompanin Ariani që e ka ndërtu një super fabrik gjigante të prodhimit dritareve, të prodhimit betonit e kështu me radhë. E po ma andej i kemi edhe disa mobileri që i kanë fabrikat e tyre. E parcelen e kemi qasje shumë të mirë e pranë magjistrales kryesore. Është vend ideal për çdo të interesuar. E nga ky hekri këtu që e kemi vendos, starton parcela, shihni se sa ballore gjon buz rrugës e ka, e përfundon në fund të parceles ku e shihni nga droni kufizimin e saj. I ka mbi 200 metër gjatësi. E vendi është ideal. Rruga është e asfaltuar, e kjo rrugë dërgon në shumë fshatra të qytetit Vushtrisë. E në pjesën tjetër andej është magjistralja, e nga toka për mu kyç në magjistrale i ki vetëm 70 metra, ku është edhe nënkalimi. Mundësia është që komplet parcelen prej 124 orë edhe ta ndani në parcela më të vogla, 4 orë, 5 orë, e ta shihni si troje, por mund edhe ta ndërtoni një super lagje në pjesën hyrëse të qytetit të Vushtrisë, gjë që edhe lagjet, koncepti mbyllur në qytet janë duke munguar.